Situata me qendë rrugës në qytetin bregdetar të Vlorës mbetet alarmante dhe pa një zgjidhje konkrete, pavarësisht ngjarjeve të rënda të ditëve të fundit. Më shumë se një javë më parë, një qen i racës pitbull sulmoi një vajzë vetëm 4 vjeçe, duke rikthyer në vëmendje një problem të kahershëm, i cili vijon të mbetet i pazgjidhur. Megjithatë, edhe pas këtij incidenti tronditës, në terren duket se asgjë nuk ka ndryshuar. Pamjet e filmuara këtë të mërkurë nga televizioni 6+1 Vlora, në zonën e Lungomares, një nga shëtitoret më të frekuentuara të qytetit, tregojnë qartë praninë e tufave të qenve, të cilët lëvizin lirshëm mes qytetarëve, fëmijëve dhe turistëve të huaj. Kjo zonë, që duhet ishte një hapësirë e sigurt dhe relaksuese, është kthyer në një pikë potenciale rreziku, ku sulmet mund të ndodhin në çdo moment. Banorët dhe vizitorët shprehen të shqetësuar për këtë situatë, duke theksuar se ndihen të pasigurt teksa ecin në shëtitore, kur qenë shpesh bëhen edhe agresiv. Sipas dëshmive, disa prej qenve shfaqin sjellje të egër dhe të paparashikueshme, çka rrit frikën për incidente të tjera të mundshme. Problemi bëhet edhe më i ndjeshëm në këtë periudhë, kur numri i qenve të rrugës duket se është shtuar ndjeshëm. Në të njëjtën kohë, qyteti po përgatitet për sezonin turistik veror, një periudhë kyçe për ekonominë lokale. Nëse situata vijon e pandryshuar, rrezikohet jo vetëm siguria e qytetarëve, por edhe imazhi i Vlorës si një destinacion turistik i sigurt dhe mikpritës. Nga ana tjetër, përgjegjësia kryesore mbi institucionet vendore. Bashkia e Vlorës pritet të ndërmarrë disa masa konkrete dhe të menjëhershme për menaxhimin e kësaj situate. Heqja e qenve nga rrugët dhe strehimi i tyre në ambiente të sigurta është një hap i domosdoshëm për të parandaluar incidente të tjera, si dhe për të rikthyer sigurinë publike. Në përfundim, situata aktuale kërkon reagim urgjent, si dhe koordinim institucional. Qentë e rrugës nuk mund të lihen më në mëshirë të fatit në rrugët e qytetit, ndërsa qytetarët dhe turistët përballen çdo ditë me rrezikun. Zgjidhja ekziston, por ajo kërkon vullnet, organizim dhe veprim të menjëhershëm.